Shkodra do të përjetojë një mbrëmje të rrallë muzikore të shtunën e 22 nëntorit në skenën e teatrit Migjeni, ku sopranoja Inva Mula dhe muzikanti Gens Tukiçi do të interpretojnë në koncertin spektakolar Voyage nga Shkodra në Paris. Protagonistët e ngjarjes artistike ishin të pranishëm në konferencë duke ndarë ndjesinë e tyre për media dhe lidhjen me rrënjët. Unë kur vin këtë teatr, kur vin këtë qytet, më kthehet historia mbrapsht. Dhe nuk ka gjë më të bukur, kur të kthehet historia, po të kthehet në një rrënjë të fuqishme, në atë rrënjë që unë gjithë jetën me karrierën time, me rrugtimin tim, me udhëtimin tim, jam munduar ta zhvilloj. Emocion i thellë, i bukur, por që të shton përgjegjësinë, sepse është dhe një publik i ditun, publiku shkodran, po është një publik i rrallë. Kështu që ku erdhi propozimi nga Elda për këtë me bakte koncert, ku zguxojsha me thanë jo, ishte një fat, një shans me punu me Inve natyrisht, pa dhe me Elden. Këtë rallë jam shumë e lumtur dhe jam shumë e privilegjuar, jo vetëm unë, po dhe komplet orkestra dhe Shkodra, që kemi dy artistë të jashtëzakonshëm, botëror, të cilët me të vërtet shkojnë nga një qytet tjetër në udhëtim nga një teatr tjetër së bashku. Veç orkestrës simfonike të Shkodrës në drejtimin e Elda Laros, koncertin e pasuron edhe kori polifonik Prenka Kova, si dhe e ftuara speciale Izabel Ivporo. Programi muzikor për jo të jetë një udhëtim emocionues mes Shkodrës, Parisit dhe skenave të mëdha europiane.